Kjo fotografi është komunikimi realizuar nga Elezi me ish-gjyqtarin e gjykatës themelore në Prishtinë tash avokat Daud Berami, bazuar në screenshotin e bërë në platformën e komunikimit Viber. Berami është drejtuar Elezit 2 ditë para protokollimit të aktakuzës me fjalët "Përshëndetje shoq, porosia u krye". Në fotografinë e dërguar me këtë mesazh shihet në kompjuter në të cilin po shkruaj aktakuza. Aktakuza në fotografi është e njëjtë me atë protokolluar. Rrjedhimisht, duke ngritur dyshimet për ushtrim dikimi, Elezi ka pranuar se njihet me ish-gjyqtarin Berami prej mbi 20 vjetësh. Fillimisht ai thotë se ka raport shoqëror e më pas se mohonat. A mundesh më na tregu zotëri Elezi çfarë raporti keni me ish-gjyqtarin e gjykatës themelore në Prishtinë tash avokat Daud Berami? Kush ka raport besim, kush raport shoqëror, kush tjetër sa një këtu. Që sa njiheni, çfarë raport? Matin një mat, me kubë. Në ashtë 20, mas të këtë 20-25 vjetë. Keni raport të afërt shoqëror? Apo dhe familjar? Ja, familjar. Ja, s'kam raport shoqëror, ai ka qenë gjyqtar në Drenas, edhe kur që ma shumë, edhe më ka më konsultu me çdo veprimet e fundit. Me thonë edhe ju mënu sa ma shumë njerëz me gjithë miq që do më konsultuajnë në më dhonë ide që në këtë.